Përmbledhja e ngjarjeve kryesore të ditës në Radio 7. Nga Kuvendi i Republikës Maqedonisë së Veriut konfirmuan se i kanë pranuar propozimet e ministrave të rinj. Bekim Sali do të jetë zëvendës kryeministrit dhe ministër për çështjet europiane, ndërsa Muhamet Hoxha do të jetë ministri i mjedisit jetësor dhe planifikimit hapësinor. Sipas njoftimit të Kuvendit, fillimisht do të duhet kalojë në Kuvend shkarkimi i ministrit aktual për çështjet europiane, Orhan Myrtezani. Kryeministri i Republikës Maqedonisë së Veriut, Hisra Miskovski, është në mandatin e fundit si kryetari aktual i VMRO-DPMNE-s. Në intervistë televizive ai deklaroi qartë se nuk ka ndërmend të kërkojë ndryshime në statutin e partisë, që do t'i mundësonin një mandat të katërt në krye të kësaj force politike. Ai theksoi se me shembull personal duhet treguar se çdo funksion ka fundin e vet. Kjo do të thotë se mandati i tij i ardhshëm, nëse rizgjitet në Kongresin në Kavadar, do të jetë i fundit si lider i VMRO-DPMNE-s. Përveç vendimit për drejtimin e partisë, Mickovski gjithashtu konfirmoi se nuk do të kandidojë për president të shtetit në zgjedhjet e vitit 2029. Ministri i Punëve të Brendshme i Maqedonisë së Veriut, Pançe Toshkovski, njofton për 110.000 shkelje në 24 orë në trafiku rrugor vetëm në kryeqytetin Shkup. Sipas tij, pjesa më e madhe e tyre ishin për shkak të tejkalimit të shpejtësisë. 110.000 shkelje në Shkup janë regjistruar në 24 orë, 5.000 shkelje për kalimet kuqe dhe 90% e shkeljeve janë tejkalim shpejtësie, tha Toshkovski. Ai shtoi se në vim do të vendoset se sa do të jetë toleranca për tejkalimin e shpejtësisë. Në lidhje me automjetet e huaja, Toshkovski shpjegoi se automjetet që kryen shkelje nuk mund të ndalohet të dalin nga Maqedonia, por do të informohen se nuk mund të hyjnë përsëri në Maqedoni nëse nuk e paguajnë gjobën. Rritet bashkëpunimi ndërkufitar mes Maqedonisë së Veriut dhe Shqipërisë, nis realizimi i projekteve vullnetar në veprim për sigurinë e qytetarëve dhe mbrojtjen e natyrës dhe Krushev dhe Elbasan, udhëtim në natyrë dhe aventurë të financuar nga Bashkimi Evropian përmes programit TIPA 3. Këto projekte promovojnë zhvillimin e rajonal të qëndrueshëm, mbrojtje të mjedisit dhe siguritë komunitetit, ndërsa forcojnë bashkëpunimin brenda dhe ndërmjet komuniteteve lokale përtej kufirit. Common economic challenges, environmental protection and social inclusion. These are vital for EU integration and regional development. This is what the EU cross-border programs are all about, together fostering trust and solidarity, supporting balanced development and strengthening the European identity and unity. Sfidat përbashkëta ekonomike, mbrojtja e mjedisit dhe përfshirja sociale, këto janë thelbësore për integrimin në Bashkimin Evropian dhe zhvillimin rajonal. Kjo është ajo për të cilën shërbejnë programet e propozuara nga Bashkimi Evropian. Së bashku ne ndërtojmë besim dhe solidaritet, mbështesim zhvillimin e balancuar dhe forcojmë identitetin dhe unitetin evropian, tha Mihalis Rokas, ambasadori i Bashkimit Evropian në Republikën e Maqedonisë së Veriut. Projektet gjithashtu synojnë ndërtimin e kapaciteteve rajonale për rritjen e turizmit të qëndrueshëm. Shuma e totale e këtyre projekteve është më shumë se 1.6 milion euro. Rajoni. Kryeministri në detyrë i Kosovës Albin Kurti pretendon për rritjen e numrit të bizneseve të regjistruara që veprojnë në vend. Ai shpërndau postimin e ministrit në detyrë Kuran Murati, ku thuaj se numri i ndërmarrjeve të reja të regjistruara deri në tetor të këtij viti ka shifrën prej 11.000. Sipas Kurtit, ky numër i bizneseve është më i lartë se çdo vit tjetër përpara qeverisjes Kurti. Me shtimin e bizneseve do të thotë se ka rritje në ekonomi. Për gjatim mandati, numri bizneseve të reja të regjistruara është ngritur vit pas viti dhe ka qenë numri më i lartë se në çdo vit tjetër përpara qeverisjes son. Shtim biznesesh në ekonomi që rritet, shkruan Albin Kurti. Partia Demokratike e Kosovës akuzon lëvizjen vetvendosje për sabotimin e çdo nisme për ndërtimin e kapaciteteve energjetike në vend. Nga termet centrali Kosova e Re deri tek projekti amerikan i gazpërçuesit, vetvendosje ka kundërshtuar dhe bllokuar çdo përpjekje për zhvillim, apelon sekretari e Partisë Demokratike të Kosovës. Sipas Vlora Çitakut, pavarësia energjetike nuk është vetëm çështje ekonomike, është çështje e sigurisë kombëtare. Ajo deklaroi se ata që bllokuan Kosovën i rënduan familjet dhe prodhuesit vendor me çmime të papërballueshme dhe pasuruan mafian energjetike. Mbajtjen e zgjedhjeve të parakohshme parlamentare në Kosovë, kreu Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës, e vlerësoi si strategjinë e Albin Kurtit për të qëndruar sa më gjatë në pushtet. Ramush Haradinaj deklaroi se vendi mbeti peng i planit të Kurtit, i cili sipas tij kërkonte të qëndronte si ushtrues detyre, pasi nuk siguronte numrat për qeverisje të plotë. Kryetari i Lidhjes Demokratike të Kosovës, Lumir Abdigjiku, merr mandatin e partisë për të qenë kandidat për kryeministër nëse fiton zgjedhjet e parakohshme parlamentare. Nga kjo parti pati kritika ndaj qeverisjes aktuale dhe vlerësoi situatën politike si moment kritik për Kosovën. Abdigjiku tha se LDK-ja po hyn në zgjedhjet e 28 dhjetorit me synimin për të rikthyer normalitetin institucional dhe orientimin euroatlantik të Kosovës. Është momenti kur LDK-ja
Partia Shtetëformimit ngrihet sërish për të dhënë zgjidhje. Kjo është arsyeja pse jemi sot këtu për të marrë vendime që nuk na shërbejnë vetëmish, por Republikës Kosovës, që nuk i shërbejnë interesit ton, vetëm interesit ton për të ardhmën së vendit. LDK po hyn në një garë të re elektorale me një forcë që nuk vjen vetëm nga numrat elektorale, por nga përvoja, nga qëndrueshmëria, mbi gjitha nga trashëgimia jonë. Ne nuk jemi parti e improvizimeve dhe as e krizave të rrajshme, jemi parti e organizimit, jemi parti e maturisë, jemi parti e vetë shtetit dhe sot më shumë se kur Kosova ka nevojë pikërisht për këtë forcën tonë. Kreu i LDK se paraqiti partinë si alternativën e vetme të përgjegjshme në skenën aktuale politike. Radio 7, zëri pozitiv i qytetit. Kolegji i Gjykatës Kushtetuese i përbërë nga 3 anëtar dështoi të marrë në shqyrtim ankimimin e qeverisë shqiptare ndaj vendimit të Gjykatës Kushtetuese për pezullimin nga detyrat të zëvendës kryeministres Belinda Balluku. Në këto kushte, sipas ligjit për organizimin e Gjykatës Kushtetuese, kolegji i përbërë nga Sander Beci, Marsida Xhaferllari dhe Sonila Betja vendosi që çështja t'i kalojë mbledhjes së gjyqtarëve për të shprehur. Edhe mbledhja e gjyqtarëve, po ashtu si kolegji do të duhet të vendosë për mos kalimin me shumicë votash. Në këtë rast, nëse nuk arrihet shumica prej 5 votash në favor të mos shqyrtimit, çështja i kalon automatikisht seancës plenare. Partia Socialiste i garanton Partisë Demokratike të drejtën për të propozuar avokatin e popullit. Pas mbledhjes së grupit parlamentar të shumicës në pushtet, Tauland Balla deklaroi se nuk do të propozojnë asnjë kandidat për avokat të popullit. Ai premtoi shqyrtim të kërkesave që vijnë nga Partia Demokratike. Ne nuk do të mbështesim deri në këtë afat me firmat tona një kandidat, por do të vlerësojmë kandidaturat që janë mbështetur me firma nga ana e opozitës. Balla konfirmoi se si shumicë janë në pritje edhe të vendimit të Gjykatës Kushtetuese për të shqyrtuar vendimin e gjykatës për shkarkimin e zëvendës kryeministres Belinda Balluku. Mendoj që nuk e ka një kompetencë të tillë gjykata të pezullojë një ministër, sepse kushtetuta sipas nenit 103.3 e ka barazuar ministrin me deputetin sa i përket imunitetit, që do të thotë as deputeti nuk pezullohet nga ushtimi i aktivitetit e përpasoj as ministrin. Megjithatë, për fat mirë gjithë rendi kushtetues në Republikën e Shqipërisë e ka përcaktuar qartë që kur ke një ankesë për këtë shkon në një instancë si është gjykata kushtetuese, të presim gjykatën kushtetuese të flet. Krahas asaj, Balla paralajmëroi të tjera ndryshime në legjislacion në kuadër të kushteve për antarësim në Union. Kuvendi ka një pjesë të rëndësishme të detyrave të shtëpisë së Shqipërisë në kuadër të procesit të antarësimit Bashkimin Evropian, nga shtatori 2025 deri në krishtlindjet e vitit 2027, do të jenë mbi 500 ligje të cilat duhet të miratohen Kuvendit të Shqipërisë. Partia Demokratike e Shqipërisë propozon formulën për zgjedhjen e kryetarit të ri të avokatit të popullit. Demokratët do të përzgjedhin një listë me 6 emra nga kandidatët që përmbushin kriteret, mes të cilëve Partia Socialiste do të zgjedhë 3 prej tyre, ndërsa në fund Partia Demokratike do të përzgjedhë vetëm një kandidat. Ky i fundit do të kalojë më pas për votim në kuvend. Propozimi është depozituar me një letër kryetarit të kuvendit Niko Peleshi nga kryetari i grupit demokrat Gazmend Bardhi. Kryetari i Partisë Demokratike Sali Berisha deklaroi se më favoriti në gardë është emri Besim Drejgjonit. Ne kemi kandidaturat tona, i kemi të listuara, janë të njohura. Njëri prej tyre, zoti Besim Drejgjoni, ka qenë në seancë, kemi realisht domethënë që ai në çdo lloj kodi të rrytarisë parlamentare, ai duhet ishte votuar, por dhe duhet votohet. Pastaj janë kandidatura tjera, të cilat Partia Demokratike i mbështet. Pra ne nuk kemi disa kandidatura. Rritje e pagave në masën 2.5% për vitin 2026 në sektorin publik. Premtimi vjen nga Ministri i Ekonomisë dhe Inovacionit në Shqipëri Delina Ibrahimaj gjatë një digjese publike me banorët të njësisë nr. 7 dhe nr. 10 në Tiranë. Ministri Ibrahimaj deklaroi se indeksimi i pagave në sektorin publik me 2.5% synon përmirësimin e mirëqenies për të gjitha shtresat dhe kategoritë e punonjësve. Indeksimi nuk është bërë ndonjëherë dhe do të bëhet vitin që vjen me 2.5% për të gjitha kategoritë e pagave, dhe kjo është një masë që neve i japim për të gjithë të punësuarit në sektorin publik, që rritja e çmimeve të mos e uli fuqinë blerëse, deklaroi Ibrahimaj. Krahas asaj është parashikuar për pagë minimale në 500.000 lekë, ndërsa synimi është që deri në vitin 2030 ajo të jetë 700 euro. Bota.
ndalohet nga Prokuroria Europiane, ish përfaqësuesi i lartë të Bashkimit Evropian për politikën e jashtme Federica Mogherini. Prokuroria po kryen kontrolle në Kolegjin e Europës, në Bruges të Belgjikës dhe në Shërbimin Evropian për veprim të jashtëm të BE-s në Bruksel në kuadër të një timi për mashtrim të dyshuar lidhur me programet e trajnimit financuar nga Bashkimi Evropian për diplomatët e rinj. 3 të dyshuar janë arrestuar, ka bërë të ditur vetë Prokuroria Europiane në njoftim zyrtar. Sipas mediave belge, ndërta është edhe rektoria e Kolegjit të Europës dhe ish përfaqësuesi e lartë të Bashkimit Evropian për politikën e jashtme Federica Mogherini. Kjo e fundit është rektore dhe në degën e Kolegjit të Europës të Tiranë. Hetuesit janë të fokusuar tek rrethanat që lidhen me blerjen prej 3.2 milion eurosh të një ndërtese në Bruges, e cila shërben si vetbanim për diplomatët që ndjekin akademinë. Bashkimi Evropian po përgatit sanksione të reja kundër qeverisë së presidentit bielorus Aleksandr Lukashenko. Shkak janë dyshimet për një fushat hibride kundër Lituanisë fqinje. Paralajmërimi vjen nga presidentja e Komisionit Evropian Ursula von der Leyen. Gjendja në kufi me Bielorusin do të përkeqësohet me shpeshtimin e futjes së balonave të kontrabandës në hapësirën ajrore të Lituanisë, shkroi presidentja e Komisionit Evropian pas bisedimeve me presidentin lituanes Gitanas Nausėda. Një sulm i tillë hibrid nga regjimi Lukashenkos është plotësisht i papranueshëm. Lituania vazhdon të ketë mbështetjen tonë të plotë, tha von der Leyen, duke shtuar se po përgatisin masa të mëtejshme në kuadër të regjimit të sanksioneve. Lituania e mbylli kufirin me Bielorusin në tetor pasi 10 balona të ngarkuara me cigare kontraband hyn në mënyrë të palishme në hapësirën e saj ajrore, duke detyruar disa aeroporte të mbyllen dhe duke nxitur tensionet mes dy vendeve. Ministri i jashtëm gjerman, Johan Vadeful, vlerëson se Ukraina mund të detyrohet të bëjë koncesione të dhimbshme në procesin për të dhënë fund luftës së agresionit të Rusisë. Kjo do të jetë padyshim një procedurë jashtëzakonisht e vështirë për Ukrainën, e cila mund të përfundojë me një referendum, deklaroi Vadeful për një media gjermane. Sipas tij, qytetarët e Ukrainës do të duhet të vendosin nëse do të pranojnë ose jo kushtet për të dhënë fund luftës, duke referuar kërkesës ruse për koncesione të gjera territoriale. Detyra e diplomacisë është të artoj kompromise që palët në konflikt mund t'i pranojnë. Në fund të fundit, kjo do të nënkuptojë gjithmonë koncesione të dhimbshme, deklaroi ministri i jashtëm gjerman. Ushtria ruse njofton për pushtimin e qytetit Ukrainas të Pokrovskut në rajonin lindor të Donetskut. Prej më shumë se një viti ai ka qenë në sulm, tha zëdhënësi i Kremlinit Dmitri Peskov përpara gazetarëve rus. Pretendimet nuk mund të verifikohen në mënyrë të pavarur, megjithse presidenti i Ukrainës Volodymyr Zelenski vuri në duke gjatë një vizite në Paris se luftimet rreth Pokrovskut dhe Kharkivit ishin intensive. Vëzhguesit sugjerojnë se njoftimi i Rusisë për avancimet ushtarake mund të ishin planifikuar përpara vizitës së dërguarit special të Shteteve të Bashkuara të Amerikës, Steve Witkoff, në Moskë. Shërbimi i inteligjencës së jashtme ruse akuzon Francën se kërkon përfshirje të drejtë për drejtë në konfliktin në Ukrainë. Franca është e hetur të dërgojë trupat e saj në Ukrainë dhe vazhdon të shqyrtojë mundësitë për përfshirje të drejtë për drejtë në konflikt, tha SVR në një deklaratë. Sipas shërbimit të inteligjencës, ky është qëllimi i dekretit qeveritar të 31 tetorit 2025 që autorizon përdorimin e kompanive private ushtarake për të ofruar ndihmë për një vend të tretë në një situatë konfliktit armatosur, duke vënë në dukje se çdo qytetar evropian e kupton se për cilin vend bëhet fjalë. Ndoqët edicionin informativ të lajmeve në Radio 7, zëri pozitiv i qytetit.